pastaj akuzave të cilat i kishte se ishte pjesë e Ministrisë Infrastrukturës për korrupcion e tjerë. Pra, këta tentojnë ta marrin votën e Fatmir Limaj duke mashtruar Fatmir Limaj, po besoj që Fatmir Limaj ka treguar që është një mashtrues i mirë, por që nuk mund të mashtrohet mirë. Veriu, çfarë mendoni? A do të ishte Limaj një kryeparlamentar i denj për kuvendin e Kosovës? Po, tash, sipas disa burimeve jo zyrtare, po flitet se lëvizja vetëvendosje do dalë me kandidat, ndoshta jo nesër, por në javën të shkurtër, do dalë me kandidat sërish me Glaukun Jucë për kryetar parlamenti. Glauku do të për Prishtinën, absolut. Glaukun do ta ketë kandidat për kryetar të Prishtinës. Kështu që kjo është e konfirmuar. Nuk kam informacion se kush do të jetë kandidat për komunën e Prishtinës, por deri në zgjedhjet Prishtinë kemi, është çarçi jo zyrtare, po e them çarçi jo zyrtare se do dalin me sërish. Mirë po, megjithatë, nuk do të kemi ndryshim të emra derisa lëvizja vetëvendosje nuk do të ketë numra për krijimin e qeverisë. Dhe ata do ta krijojnë qeverinë në momentin që i kanë vetëm 61 vota, nuk do presin më shumë. Pas një viti, zgjedhja e presidentit është ajo që do t'i çojë në zgjedhje të parakoshme dhe të jashtëzakonshme. Dili nuk po pajtohet për 61 votat. Jo, nuk besoj që Albin Kurti nuk futet në këtë lloj maratonash, nuk futet maraton me 61 deputet. Nesër një flam i bën një deputetit, çfarë do të bëjë Albin Kurti? Çfarë ligji do të mund ta kaloj? Kështu që unë besoj fuqishëm që mundësi tjetër pas koalicion nuk do të ketë. Na do të kemi zgjedhje. Unë besoj fuqishëm që vera do të na gjejnë zgjedhje. Kjo është edhe një lëvizje shahmat që tenton ta bëjë Albin Kurti, ta shtyj sa më shumë